Kjo i ka shtu presionin më të madh, duke marrë një trajner kampion, ja ka shtu presionin që pa tjetër ky trajner do të nxjerrë kampion. Në fakt Ancelotti pas ndeshjes u shpreh që futbollistët kanë pasur presion të madh këtë sfidë. Problematika më e madhe në këtë ndeshje nga ajo që pash ishte e para, Maroku bëri gjën që do ta kishte bërë Brazili. E bëri Maroku dhe nuk e la në asnjë moment. Edhe momentin e parë që humbte topin, Maroku ishte shumë shpejt në presion, e merrte topin shumë shpejt, e verifikonte shumë shpejt. Kjo gjë që Brazili nuk e priti. Pastaj po të përfshihemi te emrat brenda që janë, me vërtet janë emra të gjithë, qoftë dhe sulmuesët dhe ajo çfarë dëgjova edhe nga një intervistë Ancelotti thoshte që kisha zgjedh lojtarët për momentin që ishte më mirë nga ana atletike, sepse duke parë një Marok që vrapon shumë, mundova që të fuçë lojtarët më atletikisht më mirë. Ajo që unë mendoj që don shumë tek Brazili është pjesa e sfushës. Unë nuk mendoj që nuk ka më një Kaká, nuk ka më një Ronaldinho, nuk ka më një lojtar që të marrë topin dhe të organizojë skuadrën për të krijuar hapësira, për të krijuar këto gjë.